Na jena dalë me mbrojt këtë shkollën tonë. Me vetë kontribut e kena marru, nuk në ka nimu Ministria Arsimit, nuk në ka nimu askush, veç privatningt. Normal se pi vitit parë, dhe këtërin e vitin e 5, na nuk kena dëshirë të largohen nga fshati në zonësat tonë. Për ndryshe, në klasën e 6 shkojnë në shkollën Bajram Shaban e Kumanov. Që i bje sa largë prej këtu? I bje 8 kilometra. Штом дознале дека училиштето ќе се затвори, жителите на Костурник Кумановско се собрале за да потпишат петиција против оваа одлука. Изразуваат револт поради најавата за затворање на училиштето, со образложение за малиот број ученици. Според нив, со 10 до 20 ученици во комбинирана настава секогаш имало паралелки. Vajza e madhe është, jo kjo është e vogla tash në motë do me thonë veç fillon. Klasë e parë. Po, klasën e parë. Kjo e madhja fillon në klasën e 4. Edhe për ato është problem për mu si non, një vajzë që si kjo, 6 vjeçare, si mundet me shku në klasë të parë në Kumanov. Se s'di ka sa kilometra është prej këtu edhe në Kumanov. Për neve si non, si prind, bashkë me bashkëshortin jemi kundër edhe fshati ashtu është i njëjti mendim. Еден од жителите рече дека ако државата треба да штеди буџет за наводните плати на наставниците, тогаш нека започнат кратењата од јавната администрација, а не од наставниците со договор на дело. Тој рече дека објектот се одржува од селото и ако е потребно ќе го самофинансираат, но нема да дозволат да се затвори. Në vitin 2027-28 kena veç 4 nxënësi që kanë me filluar klasën e parë. Si që din keq, shkolla është bërë me vetë financim, edhe na jena fshati vogël, asnjëherë nuk kena pasur numër të madh të nxënësve. Domethënë gjithmonë është sjellën numri deri 20, 22, 23. Nuk ka shkollë që kena pas numër të madh dhe kena ramje të madhe. Edhe nuk është e arsyeshme më na mbyllën shkollë. Këtë periudha afatgjate stimulohet eksodusi lokal i banorëve të fshatit. Me qenë se familjet e reja të cilët i kanë fëmijët e vegjël janë të detyruar të emigrojnë prej fshatit. Edhe me këtë Ministria e Arsimit edhe Ministria e Bujqësisë ta themi, bin kundërshtim njëra tjetrën. Pse? Për faktin se nga pushteti qendror me janë proklamohet edhe promovohet jeta në fshat me subvencione ndryshme e tjera, a Ministria e Arsimit bjen ndesh me këtë se ne jemi detyruar ta lëshojmë fshatin. Својот револт го изрази еден од поранешните наставници во училиштето. Do të vazhdojmë tutje, do të mundohemi me çdo kusht, me çdo mënyrë që të ruajmë këtë pasuri të themi arsimore që kemi arritur me shumë mundime të ruajmë edhe të besoj se do të vjen në vesh të ministrisë edhe atyre përgjegjësave që marrin kësi vendimesh të shqyrtojnë edhe një herë, a është në rregull apo nuk është rregull që të mbyllet një lule, të themi një kopsht i lullzuar i fshatit. Од секторот за образование во општина Куманово велат дека се против секоја одлука за затворање на основните училишта што гравитираат во оваа општина и дека очекуваат од Министерството за образование да ги одобри за новата учебна година паралелките во градските, но и во селските училишта. Како училиштето во Костурник, во ризик од затворање се и неколку други училишта во државата.